Antari kryesisë së PD-s, Dorian Teliti, ka ngritur shqetësimin për mënyrën e zhvillimit të prokurimeve publike në pushtetin vendor, duke ju referuar të dhënave të Open Data Albania për 6 mujorin e parë të vitit 2026. Teliti deklaroi se nga 1877 tendera të shpallur nga 61 bashki dhe ndërmarrja apo shoqëri në pronësi të tyre, 556 procedura ose 29.6% e totalit rezultojnë me të paktën një indikator risku, red flag. Sipas Telitit, shqetësimi nuk lidhet vetëm me numrin e procedurave të evidentuara me risk, por edhe me vlerën e konsiderueshme financiare që ato përfaqësojnë. Konkretisht, tenderat me indikator risku kanë një fond limit prej rreth 9.82 miliard lekësh, që përbën 39.4% të fondit të përgjithshëm të prokurimeve vendore, i cili arrin në 24.95 miliard lek. Të dhënat e Open Data Albania në 6 mujorin e parë të vitit 2026 ngren një alarm serioz mbi mënyrën se si po zhvillohen prokurimet publike nga organet e pushtetit vendor. Nga 1877 tendera të shpallur nga 61 bashki dhe ndërmarrje apo shoqëri në pronësi të tyre, 556 procedura, apo pothuajse 30% e totalit janë kategorizuar me të paktën një indikator risku red flag. Akoma dhe më shqetësuese është pesha financiare e këtyre procedurave. Tenderat e kategorizuar me indikator risku arrin një fond limit prej 9.82 miliard lekësh të reja, apo 39.4% të fondit të përgjithshëm të tenderave vendor, i cili konkretisht është 24.95 miliard lekë të reja, apo pothuajse 270 milion euro. Por nga vlera absolute, Bashkia Tiranë, Bashkia Kryeqytetit, kryeson me rreth 1.8 miliard lekë me tendera red flag. Partia Demokratike thekson se kategorizimi red flag është një sinjal i qartë risku, që lidhet me mungesën e konkurrencës, me skualifikimin e padrejtë të ofertave të ndershme, me mënyrën korruptive dhe klienteliste të zhvillimit të procedurave dhe afatet dhe anullimet shpeshherë të përsëritura. Për PD-n, këto shifra ngrenë pikpyetje serioze mbi transparencën, konkurrencën dhe mënyrën e menaxhimit të fondeve publike në nivel vendor.